تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërim dhe lavdërimi takohet Allahu subhanahu wa taala, atë falënderojmë dhe vetëm për jetën e dhe falë kërkojmë. Do sa salavat dhe selama që dërgojmë zotërisë së pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij besnike, shokëve të tij besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo se çka kemi përmendur deri të kaluame javët e kaluara ka qenë rreth bisedës së meditimit, edhe dobijës së meditimit, edhe fjalët dietore dhe vetë Allah subhanahu wa taala pozitën që ja ka dhënë meditimit në Kur'an, edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pozitën e lartë që ja ka dhënë meditimit në Kur'an, po ashtu edhe dietarët e tjerë që kanë folur rreth kësaj teme kanë thënë se është më e mirë se shumë vepra vullnetare që i bën robi. Por se çka mundet me enalë robin, ose çka mundet me pengu robin që ai mos me meditu. Padyshim se nëse ti nuk e bën një vepër të veprave të mira, aty ka me pas diçka e cila është pengesë për ato. Ajo që na ndalon neve gjatë ditës së Ramazanit për mos me hongër me pi është që na jena agjërueshëm. Ose shumë vepra tjera që nuk i bën robi për veprave të mira është për shkak të gjunoheve të tina. Tek dikush mundet me qenë nga njëherë që ai mos e bëj vepra të mira për shkak të ndjemallësisë tina, Allahu na ruaj prej kësaj. Te dikush tjetër, ai që nuk bën vepra të mira për shkak se nuk i premton koha shumë, e ka zonë vetëm me diçka tjetër. E njëjta është edhe te meditimi. Pengesave që kanë përmend dietarët se çka të pengon ty që për mos me meditu ti rreth ajeteve që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, apo rreth ajeteve apo rreth haditheve që vetë i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe, është se ti kur e vazhdon me e nxon veten tënde, edhe me angazhu veten tënde me shumë punë gjatë ditës, edhe atë shumë lodhë gjatë ditës që ti e bën, kur vazhdon robi me e punu prej mëngjesit deri në mbrëmje, edhe e lodh veten shumë gjatë ditës tina, edhe angazhon veten tina gjatë ditës, edhe pastaj kur shkon në mbrëmje te shtëpia e tij, ai vetëm se është i lodhur. Edhe trupi i tij vetëm se është lodhur gjatë ditës do shkon që ai me pushupa. Masi që pushon, trupi mo vetëm se shkon edhe vetëm edhe do psohet edhe më shumë. E don edhe një gjë më tepër, apo e don një ushqim më tepër. Edhe gjithë kjo bëhet që atina me i shku më ajo ditë, edhe me përfundu ajo ditë, edhe kjo mos me ndal veten e tina për me meditu diçka rreth fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Por se kur ndodh kjo çdo ditë, edhe robi asnjëherë nuk pushon. 7 ditë javë çdo ditë e angazhon veten tina me punë rreth dynjës. Edhe mëra këtyre 7 ditë nuk e gjen një orë të vetme, apo nuk i gjen disa minuta të vetme që me fillu, edhe me marr veten e tina në llogari, edhe me fillu me çka shkruan me veprat e tina, me shiku me pozitën e tina që ky e ka te Allahu subhanahu wa taala, sa ky person i kushton rëndësi Kur'anit, sa ky person i kushton rëndësi mësimit të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ky person është duke i kushtuar rëndësi namazit natës, sa ky person është duke i kushtuar rëndësi agjërimit vullnetar, sa ky person është duke i kushtuar rëndësi vizitave të cilat janë për veprave të mira, sa ky person është duke i kushtuar rëndësi vetes tina që më shtu veprat e mira edhe më shumë. Nëse gjatë ditës kur ti e të punon nuk mundesh padyshim se edhe puna se cilën e bën robi, edhe nëse atë punë e bën me niyet për adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe për ato është për blerë. E sidomos nëse robi është kujdesari i familjes tina, apo është kujdesari i dikujt që është përgjegjës për ta. Edhe punët e cilën e bën varën të gjithë prej tina, padyshim se edhe me punën e tij ka problem. Nëse ajo punë është prej halallit, padyshim ka problem në atë kohë të cilën ky e shpenzon atë, sepse ky e shpenzon kohën që të tjerët me jetu mirë. Ky e shpenzon e jep mundin e tina që të tjerët me pas një jetë më mirë. E gjithë kjo është problem. Edhe e gjitha kjo është problem për janës Allah subhanahu wa taala. Por se ajo të cila është e rëndësishme është që ti duhesh me e do, me patjetër duhesh me e ndo një kohë, një moment, një çast për jetës tonë, për ditëve tua të cilat i kije, që me fillu edhe me marr veten tonë në llogari, edhe me shiku për veprat e tua, se çka i duke boti në veprat e tua, edhe me shiku edhe me meditu rreth ajeteve dhe rreth haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pengesë tjetër që pengon tyre, për mos me meditu, mos me bëu për atyre që mediton në fenë Allah subhanahu wa taala, apo në ajete që Allah subhanahu wa taala i ka thënë, është edhe përzierja e shumë me njerëz. Me fillu dhe me e qu kohën më të gatë kohën më të mirë që Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë ty. Koha bereqetin, koha është rrezik, për rrezikëve më të mira që mund të ta dhënë Allahu sot, që ti me pas bereqetin kohën që ti duke shfrytzuar. Ndërsa përzierja e shumë me njerëz të ndryshëm, gjatë ditës edhe natës ti me fillu me nejt me njerëz, edhe për të cilëve nuk e ki asnjë dobi të vetme, apo kalon kohë me ta të shumë, edhe nuk fillon me fol diçka në fenë Allah subhanahu wa taala, vetëm se kjo ka me ndalu ty që ti ka me të privu për një veprave shumë të mirë, ka me të privu për meditimin rreth fjalës së Allah subhanahu wa taala. Duhet me ditë se përzierja e shumë me njerëz është një sikur se krypat e buka. Nëse i qet shumë kryp vetëm se kimi e prish ato. Vetëm nëse i qet gjellës tonë shumë kryp, vetëm se kimi e prish ato dhe nuk ka me të hungur më. E njëjtë është edhe te veprat e tua se çish ndikon përzierja e shumë me njerëz. E sidomos nëse ata nuk janë për njerëz që janë muslimanë që folin rreth fesë Allah subhanahu wa taala. Nëse çata njerëz që ti rren gjatë gjithë kohës me ta, edhe shoqërohesh me ta për me dal. Sot është e njohur që me dal me pi kafe, me dikon me net, me dikon me ndonjë ku, me dikon. Nëse që ky person që ti rren me ta, edhe del me ta, është për atyre që nuk fal namaz, është për atyre që nuk është njëri i xhamisë edhe nuk njihet për vepra të mira. Po shka ki me net me ta? Është ajo që çka të bën ti me net me ta, është ti me dal me net me ta dhe me i bu davet atina. Ose nganjëherë e ki familjarë dhe del veç për shkak hatrit me një lidhje familjare me ta. Por se me bu lidhjen e ngushtë, me bo lidhje të ngushtë me ta, me bo shoqëri të ngushtë me ta, kjo nuk është e lejuar. Kjo nuk është e lejuar për shkak se ty të privon prej shumë veprave të mira. Se nganjëherë nëse ata janë shumica dhe ti je i vetëm, edhe ke lënë takim me dal me ta. Është koha e namazit, po hajde të fal më shumë se nganjëherë shejtani ja mëson atyre meselet edhe më mirë se që ti vetë i din. Nganjëherë shejtani i tregon atyre meselet se mund të fal akshomin edhe në aty, ka me fal që tash në 7 veta, 8 veta me të pritën ty deri në ta falsh akshomin, edhe filloi një herë, ndoshta takimin e parë ata nuk mund ndiku te ti, as takimin e dytë, as takimin e tretët, por se kjo fillon me ndiku te ti kur ti vetëm se e trash lidhjen tonë me ta. E trash lidhjen tonë me ta dhe dikur fillon ti, po mëse mona me fal drekën edhe në kindi, ose ka me dal në kindi me ta namaz drekës me falje edhe kindi, pi bashkë që to ta luçi, ta vane që to dikur fillon me lëm nga namaz, me tik nga namaz, e derisa shejtani bashkë me shoqërinë tonë të keqe e arrin qëllimin e vet edhe të largojnë tyje prej fesë Allah subhanahu wa taala, Allahu na ruaj devimin. Tjetra është kur ti fillon edhe mendon shumë rreth epsheve të dynjës. Ajo se çka të largon tyje që mos më u për atyre që mediton, nëse çka Allahu ka zbritur në këtë Kur'an, është kur ti vazhdon edhe e lë mendjen tonë rreth dëshirave të dynjës. Filoni kem filan vendin e vizitoj, unë halosëm shkova. Filoni e bleti këta, unë halosën e bleta. Filoni po rrën me këto e ka dikur thot se e ka begu Zoti me një shoqni, po rrën këtë me dosha kam parë anë këtej. Unë halosëm të bëj çka, unë komit kërkon, s'u po shkoj kërkon, s'u po kërkon. Kjo është për shkak epsheve që ti e ke mbuar zemrën tënde me epshe dynjore. Epshe për të cilat nuk i dobi as ti, nuk i dobi as feja tënde, nuk i dobi as familja jote, as kërkush që ti rrin me to, për shkak se çdo herë për duave që duhet me bëu robi kur fal namaz. Kur fal namaz ose kur qohet natën me bëu dua Allahu subhanahu wa taala, është Allahu me rrit për çdo veprë e cila është shkak i epsheve tua. Për çdo veprë e cila çon ty në epshë edhe të largon prej forës Allahu subhanahu wa taala. Prandaj mbushja e zemrës me gjëra të kota. Mbushja e zemrës me gjëra të kota është për asaj që ty ta ngurcon zemrën. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq." Vetëm se unë kam me izvrops për argumenteve të mia. Kam me largu për argumenteve, kam me largu për fejes të gjithë ata të cilët pa pasur të drejtë vazhdon me kon kryelar, vazhdon me kon mendjemaj to. Se ai i cili vazhdon me një epshet, dhe vazhdon me një dëshirat e kësaj dynjaje, apo vazhdon me një dëshirat ose me pasur bidat të ndryshme, ky vetëm se këto epshe, këto dëshira vetëm se trashëgojnë zemrën e këtij njeri, trashëgojnë zemrën e këtij njeri mendjemallsi. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thonë se kam me vazhdu me izbras për argumentet e mia, të gjithë ata të cilët pa pasur të drejtë vazhdojnë me ecën tonë me kryelartësi. Ajo se çka thotë
Hasan al-Basri në lidhje me këtë ajet është se Allah subhanahu wa taala kur thotë se unë come i nala ata, se ose an ajati lidhje të keber, unë come vazhdu me i zbrojt ata pe argumenteve të mia, thotë amnahum tafakkur fiha. Thotë e para se çka Allah subhanahu wa taala ka më largu këtyre njerëzve, këtyre të cilët kanë mendjemallësi dhe vazhdojnë mos me i përfil, mos me kushtuesi argumenteve të Allah subhanahu wa taala, e para se çka Allahu i dënon ta edhe i provon ta është meditimi rreth ajeteve tina. Të njëjtën e ka thënë edhe Ibn Jurayji, po ashtu ka thënë edhe Suddiu. Dorsa ata do thonë se amnahum fahme kitabi. Tjetër se çka Allah subhanahu wa taala ka më ndalu këtyre njerëzve të cilët vazhdojnë me pas mendjemallësi në to, është Allah subhanahu wa taala ka më i privu këta që mos me kuptu librin e Allahut në drejt. Allah subhanahu wa taala ka më largu pe gjosit të tyre kuptimsinë e ajeteve të Allah subhanahu wa taala, Allah në rrepetone. Do sa thotë Ibn Jurayji se Allah subhanahu wa taala këtë Kur'an të cilin e ka zbrit, e ka mbush me urtësi shumëta. Do sa ai i cili vetëm se vazhdon me qenë kryelar, ai i cili vazhdon me njeh pasionet e tina, ai i cili vazhdon me qenë mendjemall në to, vetëm se Allah subhanahu wa taala nuk ka më dhënë që ky person me fjalë atina në pas ndikim në zemrën e tij, sepse këtina më vetëm se ka më urtu zemra, edhe ka më kon ky person për atyre të cilët i përfshin ajetet dhe i përfshin dënimin e Allah subhanahu wa taala. Tjetër gjë të cilën kanë përmend dietarët që të privon ty për mos me meditu është edhe me hongër shumë, ushqimi i tepërt. Dikush kur e nin për atë parë thotë çka ka nevojë më përmend ushqimi i tepërt këtë temë. Çka ka nevojë më përmend ushqimi i tepërt të çështja e meditimit. Ti me meditu nuk i më çu diçka rën. As me fillu me meditu nuk i më çu me ngacë me bë diçka. Me meditu mund të shprej vendit ku je unë. Por se kur fillon ti me hongër ushqim tepërt, kanë thënë dietar se el-bitna tudhibul fitna. Barki i mush shumë, barki i madh shumë, vetëm se e largon gjysmën e mendjes, vetëm se e largon mendjen. Kur ti vazhdon me hongër ti, këto e ki edhe në jetën tonë të përditshme, kur vazhdon edhe ushqim shumë me ushqim, edhe ham pa kontroll, vetëm se mushesh edhe shumë njerëz kanë njëri ditë se ka hongër shumë, tulën atë pushoj pak stringa pak. Kur nalet me pushu se e ka rëndu veten e tina, e ka rëndu trupin e tina me ushqim, edhe nalet me pushu, shtrihet për me pushu, edhe e zgjumi edhe i shkon ajo kohë që ky mos me mujtën me koncentru veten e tina, edhe për me meditu. Prandaj ushqimi i tepërt është prej meditimit, prej veprave të mira që Allah subhanahu wa taala ja ka mëktu robën me bëu ato. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, "Ma mala adamiyyu wa'a'un sharra min bitna." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam se nuk ka më mbush biri Ademit. Anë më të keqe, e cila ka më bëu dëm tina se sa ana e barkut ti. Nuk ka me mbush biri Ademit anë më të keqe që i bën sherr tina, edhe ka me i pru fesat tina se sa barku i tij. Do të thotë me naujë në lidhje me këtë hadith se kur robi vazhdon me mbush barkin e vet shumë, edhe han pa kontroll shumë atina vetëm se nuk ai mund shumicën e gjërave nuk mundet me i pa. Shumicën e gjërave që cilat ti ka dobi nuk mundet me i pa. Edhe vazhdon me i rëndu mendja tina, kur ti rëndohet mendja tina i rëndohet edhe trupi i tina, prandaj edhe barku i mush shumë vetëm se e largon robi prej shumë ibadeteve. Kur ti han shumë nuk mundesh as me u fal rahat. Se ke hongër shumë trupi e don për më ushtri. Kur ti han shumë edhe pasi që shtrihesh nuk mundesh më me kurdis alarm për më uçu natën e fal namaz. Kur ti han shumë nuk mundesh më me unal edhe me lexu Kur'an nis ashtu siç e don Allah subhanahu wa taala, ashtu siç është i kënaqur Allah subhanahu wa taala me atë lexim tondin. Pse se ti ke vetëm se je mbushur, edhe nuk mundesh më koncentru saktësisht edhe me arrit kuptimsinë e plot në ajetin e Kur'anit. Prandaj shumë dietar tha se la tajru fa tutfiu nura qulubikum. Mos vazhdoni me hongër shumë edhe me mbush barkin e ju shumë, sepse keni me e fik dritën e zemrave të juve. Prandaj në këtu fjalë kur e përmend dietar se keni me e fik dritën e zemrave të juve, është e fik dritën e kuptimsisë. Jo për diçka tjetër, jo se ti e ke hongër shumë tash ti kemi e fik dritën edhe të imanit, nuk është fjala për to, por se kur ti vazhdon me ushqyer shumë edhe me rëndu trupin tënd me shumë, vetëm se e fik dritën e kuptimsisë, e cila kuptimsi është për qëllim, kuptimsia e fjalës të Allahut subhanahu wa taala. Se si me arrit robi meditimin e saktë, si me fillu robi për me meditu saktë edhe
me arrit këtë vepër që Allah subhanahu na ka begatuar neve, është e para është ai mu vetëm. Nuk mund është të fillu me meditu në ajetet e Allah subhanahu taala ose me meditu rreth asaj që Allahu ka kriju kur ka shumë njerëz, ose kur ti i përzime njerëz, ose kur ka shumë zhurmë, ose në mes ose kallallak, por se duhet me u vetmue edhe me gjetë një kohë tonë, një moment tonë kur ti vetmohesh me fjalën e Allah subhanahu taala dhe vazhdon me lexu Kur'anin, edhe e zgjidh një për ajetet e Kur'anit edhe vazhdon edhe mediton to. Kena përmendur dhjetë të kaluara se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një herë tër natën është fal namaz vetëm me një ajet. Apo si Omer ibn Khattabi vetëm natën e ka fal vetëm me idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur toka dridhet me dridhjen e saj. Apo Abu Bekri si ka fal tër natën vetëm duke kujtuar vetëm një ajet. E shumica e ajeteve që robi ja vlen për me medituar rreth tyre është ajetet e kur fol Allahu subhanahu taala për xhenemin. Ku folë Allah subhanahu wa taala se si ka me i dënuar rrotë të tina në xhenem. Ku folë Allah subhanahu wa taala për dënimin e rrotë që kanë me përtu njerëzit në xhenem. Këtë meditimin e këto ajete të bën ty që ti me kushtuar rëndësi të madhe fesë Allah subhanahu wa taala. Meditimi rreth këtyre ajeteve të bën që ti me shtu frikën ndaj Allah subhanahu wa taala. Meditimi rreth këtyre ajeteve të bën që ti me shtu devotshmërinë ndaj Allah subhanahu wa taala. Pastaj mbasi që ta arrish ti këto, ajo se çka duhet me bëti duhet me fillu me medituar rreth ajeteve ku Allah subhanahu wa taala flet për xhenetin, flet për mirësitë në xhenet, flet për shtëpiat e bukura që ka me i pas besimtarin në xhenet, flet për gjitha ato të mira që ka me Allah subhanahu wa taala i ka përgatitur për besimtarët e tij në xhenet, edhe kjo vjen si shkak që kur ti vazhdon me medituar rreth xhenetit, edhe rreth ajeteve të xhenetit, kjo vetëm se ty ta shton atë dëshirën edhe më të madhe që ti me vazhduar edhe me punuar vepra edhe me bëu vepra edhe më shumë të mira. Pse se kur ti e din që në fund nëse shef jot e puna, thotë se nëse ti ke qetur i kryen sot, në fund muaj ta jap edhe 100 ose 200 euro më shumë. Ti ke më munduar që jo për çast orë çast afat ka dhon ai, po ke më munduar që edhe më shpejt me i krye ato. Allah subhanahu wa taala ka premtuar ty në xhenet diçka edhe më shumë se ç'ke. Sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi që ka thënë Allahu se në xhenet ka përgatitur për robërit e mi diçka që syni i tyre nuk e ka pa kur, diçka që veshji i tyre s'ka mujt me ni asnjëherë, edhe diçka që mendja e tyre nuk ka shku asnjëherë aty. Por se Allah subhanahu wa taala to e ka kërkuar me diçka shumë të lehtë, nuk ka kërkuar Allahu prej teje që ti më fitu ke xhenet diçka punë të madhe, ti me angazhu vetëm tonë në adhurim. Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë ty kohën e xhumit. Allah subhanahu wa taala ta ka lënë ty edhe kohën për me punu. Allah subhanahu wa taala ta ka lënë ty kohën edhe kur ti del edhe veç kënaqesh. Allah subhanahu wa taala ta ka lënë kohën kur ti veç rreth edhe nuk më kujtohet, por sa ajo se çka ka lënë ty gjatë 24 orëve ditë ta ka lënë vetëm me ndon një çast, një moment kur ti e fal namazin për to. Edhe këtë gjatë namazit Allah subhanahu wa taala kërkon prej teje që ti më fal me sinqeritetin më të plot. Edhe më koni për kushtum to. Pastaj ka thonë nëse me ndon gjuhën tonde, mos me fol diçka fjalë që nuk është i kënaqur ai, nëse fol me fol diçka mirë ose nëse fol me urdhë për mirë dhe me ndalu nga e keqja, me i nol dukse tu mos me punuar haram por më me punu diçka punë mirë, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani më i mirë i robit është kur ai vazhdon me largu çdo pengesë për rrugës, e nëse nuk mund me dorën e tij atë me zemrën e tij, me gjuhën e tij, ose nuk mund me gjuhën e tij atë me zemrën e tij, por se kjo është shkolla më e ulët e imanit, me i rujti komte tua që mos me sheti ku në haram, por se me kon i gjithë trupit i përgështuar për Allah subhanahu wa taala, krejt këtu me i vlerë jam vetëm një moment gjatë ditës tonë që ti mundesh me i bë këtu, edhe me çto Allah subhanahu wa taala ta ka premtuar ty keq problem të madh. Prandaj për asaj se çka të bën ti për në medituar më shumë rreth fjalës Allah subhanahu wa taala është kur ti vazhdon me u vetmue me medituar rreth ajetit e fatul wahdat ahamul fikra. Thotë ku vazhdon ti vazhdimësia në vetmi vetëm se arrihet meditimi i plotë rreth Allah subhanahu wa taala wa tul dhikru dalina ala tariq al-janna. Dhe sa kur vazhdon ti me medituar më shumë, është argument që ti duke e ndjek rrugën e cila çon në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Pse meditimi i plotë apo përkushtimi i shumë të robit në meditim është rrugë që ty të argumenton se ti je kreaturë që je duke ndjek rrugën e xhenetit, por shkak se nuk ka shumë që ti më unal në meditur rreth fjalës Allah subhanahu wa taala me niyetin e plot, me sinqeritetin më të plot, me niyetin që ti me arrin kuptimsinë e plot që ti ajeti,
vetëm se Allahu subhanahu wa taala ka me zgjenu gjoksin ton, ka me qel zemrën tonë dhe ka me zbrit dritën e kuptimësisë tina në zemrën tonë. Edhe kur vazhdon robi me I kuptua ajetet e tina në mënyrën më të saktë, kur vazhdon robi që me medituar rreth fjalës Allahu subhanahu wa taala në mënyrën më të plotë, në mënyrën se ti është I kënaqur ai, vetëm sa ka me arrit ai me I bëu veprat edhe me sinqeritetin më të plot, edhe vetëm sa ka me arrit ato e cila është Allahu subhanahu wa taala I kënaqur prej tij. Prandaj nuk duhet të robi me vazhdu me edhe me nejt me ata njerëz të cilët vetëm se I bin mendimet kota këtina, I bin mendimet kota këtina edhe kur vetmoshti nuk vjen me kur çdo tjetër, vetëm se çka ka filoni, çka nite prej atina, çka po bëhet atje, çka po folet atje. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in tusibu qawman bijahalin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ju të cilët keni besuar. Kur ju vjen juve një fasik, kur ju vjen juve një njëri gjinaqor të cilin edhe ju e njefni për fasik, apo të cilin e njeti që I ban llafet, të cilin ti e njeh se ai është njëri I cili nuk mirët me kurrë tjetër vetëm se me llafet kota, edhe ja u vjen juve një lajm. Ja u vjen juve një lajm për shembull për musliman, për ata të cilët janë njerëz mirë. Mos e merrni atë lajm pa e vërtetuar ju ato, sepse keni më u bë sikur njerëz për atyre për popullit ignorant, edhe keni më u shkatruar me këto. E shumë të asaj që është shumë njerëz vazhdojnë me gjiku muslimanët vetëm me një lajm dikon atje ku e kanë, ose me një gjys llafi që kanë I dikojna edhe nuk e di kuptimsinë e plotë të atina, nuk e di qëllimin e plotë të atina, sepse ai e ka thonë llaf edhe pse ndoshta nuk është ai llaf hiç, apo sepse ai person e ka bërë vepër ndoshta ai edhe nuk e ka bërë ato hiç, por se duke I marrë nënë për atyre të cilët nifën për gjinaqar, për atyre të cilët nifën për nifakin e tyre, për atyre të cilët nifën se nuk vinin me gjë tjetër, vetëm se me gribet apo me llafet kota, edhe duke I përvetësuar ato lajme në veten e tyre, pastaj duke filluar të armiqsu musliman. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kur ju vjen juve një lajm për një fasiki, mos e merrni ato, mos e përvetësoni ato, pa e qartësuar mirë se për çka është ky llaf, sepse nëse vazhdoni dhe I përvetësoni këto lajme, keni më u bë atij popullit të cilët janë xahila, edhe keni më u shkatruar ato se çka jeni duke vepruar. Prandaj sot për njerëzve sot duke vazhdojnë edhe me dëgju për njerëzve për llafe kota. Wa kad tashahat an-nufus amaniya la sabila ila al-wusul ilayhi. Ose sot kime vazhduti me një epshë tua, edhe kjo ka më ndaluar prej arritjes së qëllimit tonë, apo sot për veprave që I bën robi e ndalojnë këto për meditimit të fshehur, duke vazhdu, duke fol fjalë kota, edhe duke dëgju dëgjimet kota. Innamal ilmu bita'allum, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, doni me ditë se nuk keni me mujt me mësuar ndryshe vetëm se duke marrë dituri. A kemi marrë dituri prej çetina që bën llafe? A kemi marrë dituri prej çetina I cili ka një fakt qartë? A kemi marrë dituri prej çetina I cili nuk ka asnjë vepër që e dallon këto për Islamin vetëm se fjalët e tina boshe, fa pejgamberi selam, innamal ilmu bita'allum, dituria nuk arrin ndryshe vetëm se duke mësuar ti. Çish mëson robi? Robi mëson kur ulet para librit edhe lexon, ose robi mëson kur shkon te një hoxh edhe nga prej tina. Robi mëson edhe kur e merr Kur'anin edhe e lexon ato. Nëse nuk jepi atyre që e din gjuhën arabe, është e mirë që ti më marr Kur'anin edhe me përkthim gjuhën shqipe, vetëm se me vazhdu me lexu dhe me ditë se çka Allah subhanahu wa taala ka thonë këtë libër. Edhe pastaj me fillu ti me meditu këto ajete, këto fjalë që Allah subhanahu wa taala I ka zbritur, por nëse dëshiron që ti me marr dituri, sepse pjesë e Kur'anit është dispozita që Allah subhanahu wa taala I ka zbritur për neve. Pjesa tjetër është e gjitha shumica e pjesës Kur'anit është histori që Allah subhanahu wa taala ka më treguar për popujt e mëhershëm. Kur vazhdon ti me meditu edhe me kujtu këto histori, vetëm se ki me kon për atyre që kime mësua dhe kime arrit kuptimin e plot. Pastaj, ajo se çka çon ty edhe për me meditu më mirë, edhe me arrit meditimin e plot, është kujtesa ose leximi I historive të ndryshme të sahabëve, apo historia e ndryshme të pejgamberëve, ajo se çka kanë përjetuar ata, ajo se si ata I kanë menaxhuar situatat kur u kanë ndodhur ndonjë fetë, ndonjë bela, ajo se si ata e kanë kaluar këtë situatë, bën ty që ty kur ndodh një fetë në jetën tënde, apo kur ti përballesh me diçka në jetën tënde, me ditë se si më menaxhu. Pse? Sepse ti vetëm se e ke lexuar atje, edhe e ke medituar atje, se si pejgamberi selam e menaxhoi situatën kur shkoi me I thirr njerëzit në Taif. Pejgamberi selam shkoi në Taif me I thirr njerëzit në Islam. I gjithë Taifi dolën gra, burra dhe fëmijë, edhe vazhduan me gjut pejgamberi selam me gurë ndryshëm.
Gjithsa tregon Zejdi I cili u kon me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se nuk ka pas hap që pejgamberi e ka qenë tokë vetëm se e kalon nga një plumb me gjatë. Edhe mas gjithë situate I vjen meleku I maleve. Kur I vjen pejgamberi sa meleku I maleve I thotë o ti dërguar, unë jam melek I Allahu subhanahu wa taala dhe jam I angazhuar për me I rujt malet, për më kujdes për malet. Taifi është një vend ku është midis male, midis kodrave. Thot, a dëshiron që unë me I bëj këto dy kodra bashkë edhe mos me ekzistu Taifi më? Tha pejgamberi sa më jo. Tha nëse ndoshta nesër dëshiron Allahu subhanahu wa taala ja u zbuz zemrat atyre edhe e pranojnë Islamin. Sot të gjithë Taifi ti e ki me njerëz musliman. Sot të gjithë Taifin e ki njerëz të cilë e kanë pranuar Islamin. Çka të bën që kjo histori ty me nëse ti mediton, rreth kësaj historie, vetëm që ngjarje pejgamberi sa ti ne filluam me meditu, është nëse ndodh diçka. Edhe e kia të mlefin e madh, mos zgjiko me çat mëdha. Mos fol me çat mëdha. Mos fol me çat nervoz. Por se lej ato dhe lut Allah subhanahu wa taala që me ta çartut vërtet. Pastaj kimi e pas ajo e cila ka menduar masanena, ka me kon diçka të cilën as nuk kishe mujtë me imagjinu, as nuk kishe mujtë në vit. Por se kjo vjen si shkak I meditimit tënd, rreth kësaj ngjarje, edhe I menaxhimit tënd rreth kësaj situate. Imagjinoje na me mlefin ton edhe me xahilietin ton, të cilën na e kena në gjoks hala. Ti shikon vendin e pejgamberit alayhis salam. Ta kish ndodh neve çfarë të çaj ka ndodhur pejgamberit alayhis salam. Çka kish më thonë na? Po marrë që është ka trojketa mos e lati në gjallë atë se çka bën këta mua, 50 milion kërkon tu, 50 milion as ujë me pija, buk me hangra skojë, se xahilitin që cilin na e kena në zemër, edhe mëllejtin që cilin na e kena në zemër, na e shismi edhe në gurët tona, edhe në veprat tona, edhe vazhdojnë me punu me ta. Prandaj na dëshdojnë të me lutë Allah subhanahu wa taala që me na rujtën Allah për nërvodhët cila na çon në shkatërrim, duhet me lutë Allah subhanahu wa taala që me na rujt për mëllejtit tili vazhdojnë me na porçall dhe me na çon në shkatërrim, edhe duhet me lutë Allah subhanahu wa taala që situatat të cilat na ndodhin, Allahu me na mësu që na me menaxhu ato në mënyrë më të mirë, edhe me arrit atë që Allahu më bën I kënaqur prej neve. Diçka tjetër e cila ta mëson ty që ti me meditue mirë, edhe me shtue veprat e tua për Allahu subhanahu wa taala është edhe vizita e varrezave. Vizita e varrezave kanë përmend dietarë se jo me qëllim diçka tjetër, por se me shku ti edhe me vizitu varrezat edhe me kujtu ditën se kur ki me hiti çaty. Ditën se kur ki me u kthyti çaty, edhe ditën se çka I të punuti për çat ditë kur t'ishte në varr. Ka pas prej njerëzve se lehe që kanë shkuë diku kur janë bethu e kanë qenë në grop edhe kanë hi vetë në grop. Kur kanë hi vetë në grop kanë filluar me kujtu ajetin Rabbi irji'un la'alli a'malu 'amalan salihan fima tarak. O Allah kthem mua banorët e varrave në ditë kur do desin për atyre të cilët nuk kanë bërë vepra të mira, pishmoni I parë që kanë mirat që nuk kanë fal namaz, edhe fjala e parë të cilën kanë thonë ata kanë thonë o Allah kthem edhe një herë në dunja. La'alli a'malu 'amalan salihan fima tarak, sepse unë kam e punu vepra të mira dhe kam e bërë vepra mirë për atyre të cilat I kam lënë. Pesë selefit e kanë bërë çet vepër edhe çet ajete kanë qenë praktik. Qysh e kanë qenë në praktik, e kanë hap një grop, edhe kanë hi vetë çal grop, edhe kanë menur vetën sikur se janë varr. E kanë menur vetën sikur se janë varr, ter kërkoshish me to veç ai vet, pastaj ka dorë për asaj grope, edhe ka thonë tash u ktheve. Tash u ktheve, Rabbi irji'un, tash u ktheve. Vazhdo edhe punon vepra të mira. Sa prej neve e kena tradit në vetën tonë që me shku te varret edhe me kujtu ditën që kena me hiç këto. Dije se dobia të cilën e kitim vizitën e varrezave është që dynjaja mos me pasur ndikim të tij. Se e ki me di që bune shka bune, punuve shka punuve, arritë, prapë se prapë fundin e ki aty. Por sa ajo se çka dush me buti, ajo se çka dush me vepru ti, dush me vepru vetëm se që ajo që ki me pas dobi me jetu që dynja, që ajo që ki me pas dobi ditë kur ki me hinë qërvar, edhe që ajo që ki me pas dobi ditë kur do dalësh para Allah subhanahu wa taala. Nuk ki me u krenu para Allah subhanahu wa taala me llafe të cilat ki e marrë gjatë dynjarit, por se ki me u krenu dhe ki me u gjiku të Allah subhanahu wa taala, ki me fitu shpërblimin e Allah subhanahu wa taala për veprat të cilat I ke bërë në dynjë. Një fjalë të mirë të cilat ka thonë dikujna, një buzëqeshje sepse tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe vetëm një buzëqeshje është sadaka, buzëqeshja është sunet I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një buzëqeshje që ka dhënë dikujna për hir të Allahut, një vizitë të cilën ja ke bërë dikujna për hir të Allahut subhanahu wa taala,
Edhe çdo vepër tjetër të tënë e ke bu vetëm se me arritë me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj na lutim Allahun që na bëj për atyre që çdo herë bëjmë vepra të mira, e lutim Allahun subhanahu wa taala që me meditimin që e bëjnë në fjalët e tij dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me arrit kuptimsinë e plot, kuptimësi e cila na bën që ne më kopë i banorëve të xhenetit, atje ku do të jemi me pejgamberët, atje ku do të jemi me njerëzit e sinqertë, atje ku do të jemi me njerëzit e mirë, ku ka shoqëri më të mirë se ta. Walhamdulillahi rabbil alamin.